detyrë, po kjo s'është ndërheqje. Ai po thotë që ka dhënë ndërheqje. Këtu prandaj po them duhet të ketë një lloj instancë. Kjo gabim, jo. Jo, po them duhet të ketë një instancë që tani ta qartësojë një gjë. Një gjë e dim, zoti Gruda, që nga kjo situatë kush është duke vuajtur janë qytetarët. Të gjitha këto që kanë votuar, për arsye se qytetarët meritojnë ta kenë parlamentin e ri, legjislaturën e 9, duke e ditur që ne jemi republikë parlamentare dhe kjo ka shumë rëndësi për demokracinë në vend. Ndërkohë që kjo është duke u parandaluar nga gjitha palët. Ai bie kështu. Nuk është të parandalu, është të parandalu për pushtetit që nuk e dorëzon pushtetin, që është të më dorëzon sipas ligjit. A keni qenë ju iniciuesi? Po, kam qenë një nga iniciuesit e kësaj. A ndjeni ju si bllokues? Jo, pse nuk ndjem si bllokues? Shikon, pse? Sepse është jo kushtetuese, jo ligjore, dikush me marr mandatin e deputetit të kon ministër dhe kryeministër. Unë po e lexoj ligjin, ligji është jashtëzakonisht i qartë. Ky ligj nuk ka kundërthënie. Është një nga ligjet më kualitative që miratun në Kosovë, sepse ka kaluar Komisionin e Venecias. E din ata që janë jurist, si Komisioni i Venecias nuk lëshon gabime të tilla. Komisioni i Venecias ka thonë kalon. Këta s'dojnë me dhonë ndërheqje. Unë e kuptoj edhe kam thonë sot në komision fjalë që thoni ju. Ju thash, nderuar kolegë, qytetarët e Kosovës presin ku vendi mu konstituu. Po. Mu zgjedh qeveria. Po. Ajo qeveri mi ja u liru rrymen. Po. Ajo qeveri mi rrit pagat. Ato e qeveri mi marrë rrugën për Mitrovic. Po, absolutisht. Këtë përgjithësi e keni edhe ju, se edhe ju jeni deputet. E kemi, por ata po se po, edhe ju. Absolutisht secili deputet që është zgjedhë ka këtë përgjegjësi. Por në këtë rast përgjegjësia është e atyre që nuk po e zbatojnë ligjin, që nuk po japin ndërheqje. Nuk është ndërheqje kjo. Definicioni i ndërheqjes kupton që ti më nuk shkon në vendin e çat vend pune. Këta vazhdojnë me ushtru detyrat. Sot, për shembull, kanë marrë vendime me emru njerëz që s'kan drejtë. Sipas ligjit për qeverinë që ka miratu pa ashtu vetë, i ndalohet qeverisë në detyrë, jo ndërheqje, mos të përdorim gabisht, qeverisë në detyrë me marrë vendime për emrim të njerëzve. E thotë shprehimi është ligji, kom ligjin me vete, edhe këta emrojnë. Sot zonja Mimoza Kusari, shefja e grupit parlamentar tha në kuvend, qysh po thonë këta s'kena drejt, tha s'kena drejt veç emrime që të më konfirmu në kuvend. Është e pavërtet publike. Jo, ligji thot asnjë emrim nuk ka drejt me bë qeveria në detyrë. Kështu që në këto kushte, ju mund të na thoni neve, okay, më shilni syt edhe kaloni me një shkelje ligjore dhe kushtetuese. Nëse doni me ndërtu këtë standard, na mund ta bëjmë. Po për ashtu, atëherë ka është dashur me najt edhe Bedri Hamza në detyrën e deputetit. Edhe i shkon lehtë. Po pse ka dhënë ndërheqje Bedri Hamza? Ka mundur të qëndroj. Ha? Ka mundur të qëndroj. Po, sipas kësaj logjike po. Me vëvën ka kallaj, do më këtë pushtet. Jo me vëvën, me ligjin se ja ofron 6 muaj e ka mundësinë. Jo, nuk ja ofron ligjin. E ka mundësinë. Jo, e ka mundësinë, po nuk e ka detyrimisht. Ai mund ta shqyrtojë atë. Jo, nuk e ka pas. Pjesë vakante. Jo, Bedri Hamza s'ka pas mundësi. Si kryetari i komunës, po ka pasur mundësi që ta lejojë zëvendës nën kryetarin ta administrojë atë deri në një moment tjetër. Jo, kushtrim. Sepse ligji thot mrena 45 ditë shpallën zgjedhjet. Bedri Hamza ka zbatuar ligjin, nuk ka zgjedhje, ka pas zgjedhje. Ai e ka përcaktuar atë pozicion ta mbajë. Ja ka kërkuar ligji. I ka thonë zgjedh apo do deputet a kryetar komune. Ai ka zgjedh kryetar komune. Politikisht zoti Gruda krahas këtyre interpretimeve juridike që nuk e dija nëse do gjen zgjidhje nëse do gjendet nga ndonjë instancë, ndonjë institucion do të ishte mirë, pasi diskutim. Politikisht a mendoni që keni shënuar si edhe ju si PDK, edhe si LDK, se nuk e di kush ka qenë më iniciues, ti apo Armendi Zemaj? Bashkë kemi qenë komision. Bashkë keni qenë. Po, dhe kemi pas konsenzus, po më ne kemi pas dakordim për këtë çështje. Kush ka qenë i pari që ka iniciuar këtë? I pari më duket ka folur Armend Zemaj. Pastaj ke folur ti. Më duket unë, po, edhe ty tu atribua më shumë edhe atij, pastaj. Po, politikisht a mendoni që është autogol? Jo. Pse po pyes autogol? Për arsye se ju në vazhdimsi bashkë me zotin Krasniqi, kryetarin e PDK-s, por edhe zotin Abdigjiku, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po thoni se vendvendosja është duke e shfrytzuar këtë situatë sepse nuk i ka numrat e nevojshëm për ta zgjedhur kryekuvendarin dhe po krijon këtë amulli në vazhdimsi ndërkohë që ju ja keni dhënë mundësinë një gjë të tillë. Tani qytetarët nuk po e kanë mundësinë ta shohin nëse vendvendosja i ka numrat për kryekuvendar ose jo. Qytetarët e kanë pasur numra i ka vendvendosja. 52 herën e parë, sot zguzon as misit në votim. Qytetarët e kanë se kanë pa tamam. Numrat. Se kanë pa tamam sepse tamam do shihej zoti Gruda, po çse do vendosë shembull Fatmir Lima i kryetari i radhës. Do të vim taj moment. Kushtrim, do të vim taj moment. E para që më rëndësi me thonë, politika zhvillohet mbrana kornizave të kushtetutës së ligjit. Absolutisht, kjo është e vërtetë. Kjo s'ka dyshim. Nëse thoni që mos është politikisht më mirë, ky është një diskurs që s'do të më pranu politika në Kosovë.
S'do me pranu. S'ka politik për te i ligjit dhe kushtetutës. Unë e di që këtë standarde ka instalu Lëvizja Vendendose në këtu 4 vjetë kur ka bo 2-3 shkelje kushtetuse. Unë e di që edhe po tenton me vazhdu të njëjtin standard. Unë tash më ta shpjegoj. Ideja është kjo. Politika duhet zhvillohet brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor. Këta po tentojnë që politiken mja mbi vën kushtetutës edhe ligjit. Për sa i përket anës politike, fuqia e tyre u po, i kanë 52 vota i patën herën e parë, sot nuk guxon as me qit në votim, as me sjell në votim. Edhe atmosfera në kuvend duke sikur një farë atmosfere. Po s'është tamam numërimi. Domethënë, mirë, po s'është numërimi tamam, se nëse do të ishte tamam, do të delte ai kryetari ose i propozuar për kryetar kuvendet do votojë. Pse nuk i bënën sot votat me kalu raportin? Se si kanë. Po pse si u bën? Pse si bënën ata? Mos i po thoni kena pse si bënën votat. Pse si bënën votat? E ke pyet pse si bënën votat? Sa ata kanë mujt sot kem prezent 100 deputet. Po thon, po sot më herët zonja Axhiu, nuk e di nëse e dëgjove atë pjesë, ta se ajo është çështja e verifikimit të mandatit, nuk është çështje vetëm e shumicës, është edhe opozitës. Po kalon këtë opozitë në thojza. Jo, ajo kalon me shumicën e anëtarëve prezent. Me shumicën e anëtarëve prezent, nuk kupton, sot ishin 100 deputet në sallë, me 51 deputet kanë mujtë me miratu. Pas 51 kanë mujtë me bosë me votu. Me 51 ta dinë qytetarët kanë mujtë me kalu lista. As 51 si kanë. Na do të vim tek momenti i kryetarit kuvendit, por kjo njëherë kjo çështje kushtetuese dhe ligjore duhet sqarohet, edhe vim tek kryetari kuvendit, vim tek kryeministri pastaj, edhe unë besoj që të dyja këto do t'i kalojmë pa mundësinë që Vendendosa me bë votat. Po kur, në çfarë afati zoti Gruda? Unë besoj që s'ka afat, s'ka përcaktim të afatit kohë. Jo, kjo do të kalohet për shkak se ne kemi rregullore që do të mbledhemi çdo 48 tetor. Unë besoj që do të vjen një moment që pushteti reflekton dhe i hap rrugë certifikimit. Çka nëse nuk ndodh? Unë mendoj që përgjegjësia është e atyre që po e bllokojnë procesin. Nuk mundesh me më thonë mu sot shkon komision ose PDK-s votonin seancë diçka që jo ligjore. Pra ju e keni përfundimtar atë që nuk votoni? Nuk e votojmë kështu në këtë formë. Do të gjendet një zgjidhje që të shmanget shkelja ligjore. Nëse gjendet zgjidhja, unë do të isha njëri i parë që do të kisha kënaqësinë me votu për betimin e deputetit, për miratim raporti dhe betim deputet, edhe me fillu puna mas andej në themelimin e institucioneve të Kosovës. Por, ju siç e shihni, këta duan të mbajnë dy pozitat, ndërkohë që qeveria e Kosovës ka harruar qytetarët e Kosovës që moti do mos merren me allë qytetarët e Kosovës, merren me numra gjithë ditën që me boni qeveri 3, rrymen e kanë shtrejtu 16% para një jave. Po në fund. Edhe allët e qytetarëve nuk janë kërkuar në agjendë dite. Çfarë, po kur bëhet qeveria dhe kur zgjedhet kryetari i kuvendit, gjithçka reduktohet numra, zoti Gruda. Po, prandaj ju pyeta më herët, thash ndoshta ja keni dhënë mundësinë atyre që ndoshta ata si kanë numrat, e ju ja keni dhënë atë mundësi që pastaj ju akuzojnë ju e thoni se ju po bllokoni. Ne ata do ta kenë mundësinë e vet. Kushtetuta ju jap mundësinë e vet. Ata janë fitues relativ të këtyre zgjedhjeve, do ta kenë herën e parë mundësinë me zgjedh qeverinë e Kosovës. Nëse nuk arrin me zgjedh, herën e dytë i takon Partisë Demokratike. Partia Demokratike është duke punuar që të krijojë shumicën bashkë me parti tjera që kanë qenë në opozit, edhe kryeministri i Kosovës të jetë Bedri Hamza, mas pari munal kjo praktik antiligjore. Bedri Hamza ka lënë, si thash, detyrën e deputetit për me respektu ligjen dhe kushtetutën, edhe për mu kthy tek temat që kanë lidhje me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, ato që kanë qenë programi jonë gjatë zgjedhjeve. Zonja Axhiu tha dhe herën e dytë do duhet të jepet partisë fituese, nëse se bën herën e dytë partia fituese do të shkohet në zgjedhje. Zgjedhje të reja. A jeni ju për zgjedhje të reja? Ky është interpretimi më arkaik që mundesh me dëgju. Kushtetuta është e qartë. Gjykimi i qartë herën e dytë takon partisë së dytë. Ky është një vijim të atyre interpretimeve. Tan diskrecion të presidentes, presidentja mund të vlerësojë që është partia jo, absolutisht i takon partisë së dytë. Në zgjedhje kur do që dojnë cila do parti PDK-ja gati me shku, po qytetarët e Kosovës. Jeni gati për shkuar në zgjedhje? Po, nuk e kemi atë problem, nuk i frikësoj. A do të ishte mirë në interes të qytetarëve të shkuar në zgjedhje? Nuk mendoj që është interesi i qytetarëve këtë moment, po PDK-ja është gati, sepse PDK-ja është forcë e madhe politike që edhe pas zgjedhjeve ka treguar që e mbron këtë shtet edhe një rendin dhe ligjit. Siç janë na drejtën VV-s për herën e parë, ato do duhet ta njinin drejtën që domethënë obligimin që jap ligji për me liru detyrat prej ekzekutivit. Edhe duhet kalojmë në faza tjera. PDK-ja zgjedhjeve nuk i friksohet, por mendojmë që interesi i qytetarëve të Kosovës është kushtrim le të them 2 minuta. Është interesi i qytetarëve të Kosovës të kenë një qeveri të re. Qeverisja bërë mbi 4 vjeçare, Lëvizja Vendendose ka krijuar një percepcion në popullat që në këtë vend është e pamundur me realizu projekte, që në këtë vend është e pamundur me kriju mirëqenie, me rrit rroga, me rrit pensione, me ndodh investime kapitale. Ne duam që përmes qeverisë
të udhëhequr nga Bedri Hamza dhe platformës tonë deri në formimin e kësaj qeverie, me tregu që në këtë vend është e mundur me themelun